Nisi me një vendim 2-1 për mosfutjen për shqyrtim të ankimimit të Veliajt. Nga grupi prej 3 antarësh që shqyrtonte pranimin ose jo të ankimimit, vetëm njëri ishte pro. 2 të tjerët ishin kundër. Sipas tyre, lënda nuk duhet të trajtohej nga gjykata kushtetuese. Por në gjykatën kushtetuese, vendimi në treshe duhet në unanimitet, ndryshe i kalon mbledhjes së gjyqtarëve. Dhe vendimi nga mbledhja u mor 8-0 në favor që çështja e ankimimit të Veliajt kundër vendimit të shkarkimit nga Këshilli i Ministrave të trajtohej nga gjykata kushtetuese. Vendimi synonte të fshihte qëndrimin e shumicës, por sidomos të mos të identifikonte ata me emra. Rrugës do shikonin e do bënin. Nga paradhomat e Ramës hapeshin infot konfidenciale se ankimimi i Veliajt bëhej që ai ta përdorte në gjyqin e Strasburgut, pra po i bëhej favor atij. Madje edhe shkarkimi bëhej sepse ashtu i vinte më përmbar me Strasburgun. Për Veliajn ishte më mirë i shkarkuar. Erion Veliajt në fakt mund t'i leverdiste që në Strasburg të mbërrinte edhe me kosto një shkarkimi për shkak të një mase sigurie jo proporcionale. Kjo do të ishte pasojë direkte dhe e promovueshme që për shkak të burgosjes si jo proporcionale kishte ardhur si pasojë shkarkimi, sepse ligji nuk sheh motivet e mungesës, thjesht e konstaton atë. Linja e mbrojtjes së Veliajt në gjykatën kushtetuese fliste vetëm për burgosjen, aq sa dukej sikur Veliaj po kërkonte të dilte nga burgu e jo që po kontestonte një vendim shkarkimi për shkak të mungesës. Avokatët e Veliajt po kërkonin të gjenin shkarkimin për shkelje të rënda të kushtetutës dhe ligjeve, atë vendim që nuk e kishin. Ju ishte premtuar, qeveria e kishte dhënë vetëm shkarkimin për mungesë, pavarësisht shkaqeve. Veliajt i interesonte shkarkimi. Veliaj ndërkohë ka në pritje në gjykatën e lartë shqyrtimin e ankimimit për masën e arrestit. Në ankimimin e tij, pas miratimit të vendimit të Këshillit të Ministrave, avokatët kanë argumentuar me një shtesë se Veliaj nuk mund të prish provat, pasi ai tashmë është i shkarkuar nga detyra si kryebashkiak. Shkarkimi pra e shpëtonte Veliajn edhe nga masa e arrestit në burg. Nga shtëpia nuk prishte dot provat që janë në zyrë. Pas një seance prej shtatorësh të transmetuar live me kërkesën e Veliajt, gjykata kushtetuese u mblodh shpejt. Nëse nuk do të koncidonte fundjava, mund të thuhet se gjykata u mblodh për vendimarrje të nesërmen e seancës dëgjimore. Vendimi ishte 5-3 kundër shkarkimit të Veliajt. Si fillim, duke e bërë kështu shkarkimin të papërdorshëm në Strasburg, por duke mos hequr as pengesën për ndryshimin e masës së sigurisë. Veliaj nga seanca në gjykatën kushtetuese donte propagandën dhe krijimin e një profili si i viktimizuar nga politika dhe sistemi i drejtësisë. Mori një vendim fitore, të cilin nga sot nuk e përdor dot më askund. Ai vendim nuk i shërben në gjykatën e lartë, ku pas pak ditësh do të shqyrtohet heqja ose ndryshimi i masës së sigurisë. Ai vendim nuk i shërben më as për Strasburgun, pasi sistemi funksionoi. Sistemi nuk lejoi që ai të shkarkohej për shkak të burgosjes. Pati debat, por nuk pati shkarkim. Veliaj pati fat, kurse 5 antarët që votuan praktikisht për ta lënë në burg Veliajn janë emra të lidhur me Edi Ramën, përveç njërës që ka dëgjuar burrin se si duhet të votoj. Mariana Semini, Fiona Papajorgji, Ilir Toska janë lidhje të shkurtra të Sokol Sadushit dhe të së majtës së Edi Ramës. Sander Beci është lidhje drejt për drejt e Tauland Ballës, kurse vota e Marsida Xhaferllarit u deklarua paraprakisht nga Ali Beaj. Tresha që votoi kundër, duket të ka qenë me e prirur kah lënia në fuqi e shkarkimit, duke i bërë favorin Veliajt. Por ajo që vlen të citohet në të gjithë të histori, ka një të përbashkët me histori të tjera. Dhe ajo është përdorimi pa kriteri votës në organe monokratike e kolegjale nga mazhoranca e majt. Nga një mazhorancë të cilës i mjafton qëllimi për të shfrytzuar dhe zhgaravitur çdo burim njerëzor si mjet për arritjen e qëllimit, sa për firmat e ministrave, për ta sakrifica dhurohet bashkë me postin, shkatrimi i institucioneve, shpërfytyrimi i tyre, delegjitimi i vendimarrjes, shkaravitja pa mëshire të përzgjedhurve nga vetë mazhoranca është pasoja. Sigurisht, këtij rënimi nuk do t'i shpëtonte dot as gjykata kushtetuese. Ndaj dje, përveç sa kokëboshëve që të ndar disa tek dritaret e burgut të Veliajt e disa nëpër studio televizive, plastin fishek zjarr për fitoren, askush tjetër nuk gëzoi as Veliaj, kurse sot bie shumë shi. Njerëzit kanë veç hallin se do ju qullen këpucët.